Si më thënë ishte I panjohur, ndoshta gazetarët e kronikës mund kishin informacion, po jo domosdoshmërisht se çfarë përfaqësonte, dhe që nga aty moment pastaj ka nisur domethënë saga asaj që njihet e luftarhysës në Shqipëri. Mbas kësaj ngjarje, mbas këtij denoncimi që bëhet herë në portalet e kohës, ka ndodhur që ka qenë një media meksikane që publikon një artikull e cila thotë se luftarhysa dhe 3 vëllezërit e tij ishin njerëz që pastronin paratë e kartelit Sinaloa, që realisht informacioni kur doli atëherë ishte një informacion lunatik. Si mundet pra që një familje shqiptare ose një biznesmen shqiptar të ketë lidhje direkte me kartelin Sinaloa, dije sa rrezikshme, sa e fuqishme po ashtu është financiarisht ky kartel, dhe që si ka mundësi që nga mirë që janë të lidhur atje, po ka ardhur edhe biznesin e kryen në Shqipëri. Këtu çfarë ndodh? Publikohet informacioni dhe kryeministri I Shqipërisë pyetet sërish për këtë ngjarje. Ajo që ndoqën pak më herët është pikërisht përgjigje që kryeministri ka dhënë gazetarëve dhe pyet dhe çfarë shohim. Edhe shqiptar dhe italian. Dhe patjetër, italianët ishte më I zgjeruar, por ajo që po shikojmë është hera e parë ku flet si po të shikoni gjuha që me cilën zoti Rama I përgjigjet gazetarëve shqiptar dhe gjuha të cilën zoti Hysa përdor tek zoti Fevziu është e njëjti argument, I njëjti justifikim. Ku kemi ne takat të pastrojmë ne me një vrim në Vlorë ato që janë miliardat e trafikut drogës dhe pasuria e kartelit Sinaloa. Çfarë